Presidenti rus Vladimir Putin thirrri një mbledhje të Këshillit të Sigurisë me Rusinë menjëherë pas një telefonate me presidentin amerikan Donald Trump, raportuan agjencitë ruse të lajmeve. Sipas ndihmës së Kremlinit Yuri Ushakov, Putin informoi anëtarët e Këshillit për detajet e bisedës me Trump, ku diskutua situata në Ukrainë dhe mundësitë për fillimin e dialogut diplomatik. Gjatë bisedës, së dy liderëve ranë dakord të zhvillojnë një takim të ri në Hungari për të diskutuar rrugët drejt paqes në Ukrainë. Lajmi e konfirmoi vetë Trump, ndërsa kryeministri hungarez Viktor Orban deklaroi se Budapesti ka filluar përgatitjet për samitin. Do të flas me presidentin Putin gjatë ditës për të diskutuar hollësitë e organizimit, tha Orban për një radio shtetërore, duke i cilësuar Hungarinë si të vetmi vend në Europë ku mund të mbahet një takim i tillë, për shkak të qëndrimit të saj neutral ndaj konfliktit. Zgjedhja e Budapestit si vend i pritës u shmang gjithashtu zbatimin e urdhrit të arrestit të gjykatës ndërkombëtare penale ndaj Putinit për krime të dyshuara lufte. Hungaria ka njoftuar tërheqjen e saj nga GJPN-ja, megjithatë ligjërisht do të mbetet anëtare deri në qershor të 2026-s. Kjo njoftim ka shkaktuar shqetësime në Bashkimin Evropian, ku Orban shihet si pengesë për unitetin e bllokut përballë Moskës për shkak të refuzimit për të dërguar armë në Ukrainë dhe për të mbështetur sanksione të reja ndaj Rusisë. Samiti paralajmëruar Trump-Putin në Budapest mund të shënojë një kthes të rëndësishme në diplomacinë ndërkombëtare, por edhe në një provë të re për unitetin perëndimor ndaj agresionit rus.